Përshëndetje të fundën herë për vitin 2022 nga studio e prive. Teksa shumë prej jush tash më keni nisur të mblidheni në trezën e shtëpisë për të pritur ndrimin e viteve me më të dashurit tuaj, ne jemi bashkë në një edicion ekstra të prive për të sjellë ajkën e personazheve me rrëfime ekskluzive. Thuajse po rrumbullaksohet një dekadë nga tradita e përveçme e personazhit të vitit në skenën muzikore shqiptare. Si redaksi, shpeshherë jemi mes dilemave dhe disa opsioneve. Mirë po mund të themi me plot bindje që në 2022-ën ky nuk ishte rastësi. Suksesi i tij e bëri kristal të qartë se meriton këtë vit çmimin e emisionit më shumë se kushdo tjetër. Me këngët e tij qeshim e çajm, atyre pashmangshëm ja lëshojmë zanin sa herë që i dëgjojmë sepse janë për të shijuar deri në maksimum. Me këngët e tij na ka dëshmuar se po, muzika e mirë pëlqejet dhe jo me domos çdo herë duhet të flirtosh me komercializimin. Një yll i muzikës shqiptare që në gjitjen e ka pasur graduale me hapa të sigurt fal punës së talentit. Priveista, në vazhdim, intervista ekskluzive me këtë tjetër pos Yll Limanit se personazhi i vitit 2022. Njohuri në
Unë e kom provu njerë me këngën Shiu, ku e kom marrë vendin e tretë, edhe mandej nuk kom dash me hika ajo rruga e festivalive dhe me u munu me u aktualizu me bu këngëtar, nështë që merr pjesë në çdo festival të mundshëm. Për shkak se s'është që e përballoj garën shumë lehtë, dikush shumë mësu. Isha shkollën edhe në këngën magjike në festivalit Tërkëshës edhe nuk e përballojnë qatë garën e emocioneve me vërtu kolegë dhe njëri tjetrin. Unë s'është diçka që isha një shumë comfortable edhe me qenë pjesë edhe me e bo. Unë çdo vit e kam pas ftesën prej festivalit të këngës për me shku me marrë pjesë. Asnjëherë nuk ka pas premtime ose gjana që të thotë edhe nëse kishte ndodhi kisha refuzu kategorikisht, sa mendoj që për një do të më shku kënga më e mirë. Që thash, jam shumë i angazhuar me projektet e mia çdo ditë të javës, kështu që edhe festivali i këngës këtë vit, edhe Eurovisioni ma kishin marrë një pjesë shumë të madhe të kohës edhe gjysmës të vitit. Mendoj që ka kohë. Suksesi mund të lidhet me një person, por nuk vjen vetëm. Është ekipi ai që bën super gjëra. Këtë vit e kom kuptuar që 20% është talenti, 20% është puna dhe 60% është rrethi. Unë as këtë trofej, as një sukses jam e këtë vit, po edhe në vitet që kanë qenë më herët, nuk ishte të me qenë i mundën nëse nuk ishte kanë për njerëzit që për një mamë rrethojnë. Edhe gjithëm kanë shku njëra njerëz kur i falenderojnë, njerëz që punojnë me ta, po seriozisht prej zemrës me thonë që pa fationin e ftarin, pa talentin e tij, pa talentin e djemve të pandës, domethënë pa Tonikën, Denkin, Banzën, pa bashkëpunëtorët e mi këtë vit që kanë qenë Loredana, Noizi, Ledri, pa rrejti për njo, Shtëpri, 7-3. Unë sot si shahull të dhe me pas këtë trofej, po me thonë që edhe për shkak luftës të përditshme që e kena, prej mëngjesit deri sa të vim me flajt me menaxherin të ambonatën, unë mendoj që ajo është kulmi. Domethënë është shtylla kryesore e krejt aktorëve të tjerë që sillen rreth Yllimanit, edhe ajo është motori që unë nuk e kisha bërë këtë switching këto 2 vjet e fundit as në stil të muzikës, as vizualisht, as me sound, as me tekstin që nuk i shkon për një shtys që bonartë e jep edhe që i rrin mrapa, domethënë ideve dhe mendimeve që i ka rreth qysh me menaxhu bashkë karrierën tam. Edhe definitivisht mos lash Zoti pa shok të mirë. Po vetë Ylli, a do punonte me Yllin? I shkon shumë vështirë me punu me dikën që mendon që i den krejt. Edhe me dikën që mendon që e ka gjithë mirë, edhe me dikën që mendon që është i pagabushëm në intuit, edhe me dikën që mendon që është absolut gjithçka që e bën. Po ky është Ylli i jashtëm. Ylli i brendshëm mendon që çdo këngë e tij është më palivje se kënga e kaluar, çdo tekst e tij është një kotësi edhe Ylli i brendshëm ka pak habitet me dashnin që e marr për muzikën që e bën, se për një jam shumë autokritik, edhe por në fond kur nala me menu dyshysh tham e baj muzikën e mirë, çaq sa di me bo, edhe këtë vit definitivisht ju mësu me pranu dashnin e njerëzve për mua dhe për muzikën tam. Përkundër tre aktorës me ngjitje të vazhdueshme, as Ylli nuk i shpëton kritikave. Ai duket të jetë megjithatë i mund ndaj tyre. Kritikat i marr prej njerëzve që punojnë me mua. Gjithmonë është ajo frika mos nuk ja ke qellu me një këngë, nuk ja ke qellu me një strofë, nuk ja ke qellu me një tekst. Është frika që mos o përsëritësh, mos je gjithë të kënu nalt, mos je gjithë të bo balada, mos je ashtu duk shumë ashiqare që përdën me bo muzikë shumë komerciale për me dhezë. Edhe këto debatet, diskutimet gjithmonë janë të shëndetshme dhe shumë konstruktive, ndodhin mes ekipës, po në fund nuk manin. Të marrën përfundim që ku do m'botë, se zakonisht është tendenca me thonë të shqiptarë, s'është veç të shqiptarë, është ku do m'botë. Si bune mirë, si bune keq, gjithçysh je i kesht, gjithçysh dikush ka me të shoh, gjithçysh dikush ka me ta bo, Yllimani kitë këngë të njëjta, Yllimani po vunë, çfarë bajati, jo veç nalt, jo po më shkon mirë, I don't care. Domos seriozisht nuk më interesojnë as kritikat, as ofendimet prej njerëzve të cilët nuk kalojnë në për çka kalojnë, nuk mirën me këtë sport,
me muzikën, nuk e din. Domethënë sa e vështirë është me bu pop muzikën, që është shumë zhanër i limituar, që ti me qenë fresh në çdo projekt që e sill, si këtë vetë që i kom sill 4-5 me ditë. Te proj pos moj me t'lon, mu ke bu si alkohol. Nuk e di kur buhet bok, thjesht e kisha bu. Një super vet u kompletua me bashkëpunime me 3 super emra, Ledri Noise më në fund bashkë me Loredanën me Kriminele. Unë deri para këtij viti, nuk kom pas kemi me Noise-in fare, do me thonë edhe nëse kemi qenë me një hapsin, nuk është që jo më afru, unë nësaj më përshëndet, nuk e di pse. Unë e di pse, po... pse di, qashtu ka qenë. Po ndodhi diçka një nar që ishim në studio, në Shkurt, edhe kur lindi kanga, ideja për kangën Alkohol me te Studio Pandës, ata diskuteshin edhe hëvë në namra, kënë me thirë, kënë mos me thirë për verës, këtë mi thonë vërë, unë e kësha da menën që Noise-n. Edhe se kisha as Instagram. Edhe i shkruj, thash përshëndetje, bile më i mjavë gjithë në screenshotat, mund t'i përdojmë. Thash e kam një ide, parimisht nëse je për me bu një kongë me mu, unë ta nisi damën, aju përgjithë shumë mirë, tha po pa tjetër. Se në krytet tam nuk ishtë diçka ma të paprishme se Ylli dhe Noise. Do me thonë, aj anej, unë e kënej. Do me thonë, dy bota totalisht, diametralisht, do me thonë të këndërta. Edhe, përveç se kom fitu një super bashkëpunim me njënin për emrave më të ndaj të muzikës shqiptare në ajer, unë e kom fitu edhe një super shok, që është çudia e dytë, do me thonë. Unë kom marrë pak për ti, a i ka marrë pak për meje, edhe është shumë për më studu që ai raporti unë shëshnur që shu thellu edhe i nabu që ka shmeq, sepse për një me kom su për ti shumë. Në shtadaj për meje, se pranëm, po, ka pak po. Me Ledrin në një mati është, edhe gjithë kom pas që me pas një kongë me Ledrin. Do më menoj që si cili artist që u hinë muzikë komion edhe tashin muzikë, kish pas gjithë që shef gjatë rrugës të ti në karrierë me bo një kongë me Ledrin, se është Ledri. Edhe, jo, tha ki bo shumë kongë në shtatë të thash, o, gjithë qysh kemi ardhë të që kongë ato në. Edhe erdhe që ashtu verës shpejt e shpejt, po shqyqër që ka dalë mirë, se edhe kongën e këna kry shpejt e shpejt, edhe spoti u bo shpejt e shpejt, edhe patë suksesin edhe rezultatin qysh e para me numë. Ma ne ka dalë konga Malet, që është krijem i një shoqës tam, Lira Vlakaj, që është genius, edhe që shqyqër që është, se ajo lodhja me tëm projekte për fillimit vitit, me projekte të verës ka pak për t'jap edhe blok për me një studio dhe me bo diçka. Lira është e freskët në gjithë demo, në gjithë tekst që e shkruan për mu, edhe është një për projekte që unë e du mas shumë të kështu overall. Edhe së fundmi me Loredanën. Loredanën e një ka shumë vite edhe bashkë para verës, realisht, na kena pas me bo një kongë bashkë, po kërës që më bo rrugt, mundësit, kushtet për me u bo, u banën tash në 10 orë dhe edhe jam shumë happy. Dyqysh me kitë nërës që akum dash me bo bashkëpunim, këm bo. Me cilën me qyri travu por ma vështirë me bashkëpunim? Mas shtiri me bashkëpunu u kanë me të tretë. Për shak se edhe unë edhe këta të tretë, se cili tekat e veta, se cili qefet e veta, se cili kohën e vetë, se cili jo jem koncertoj, jem koncert aty. Zysarë të treve më nisë mja vohish, s'jenin ka uma dhe vetë këmë bo. Po, për tej hajgarës, mëj me thonë që unë jëmë ka naj bajati në bashkëpunim, të tretë kanë qenë shumë mirë me mu. Si pse palla bashkëpunim që keme thonë me Noise në pak ma fështisë, nëse kur që se komplikon, veç që ato gjirët me Ferrari, te për shpejt, a unsove, veç atë shpejtësia së unsove. Gjirët me Ferrari me Noise, do Noise deri sa i ka kuptu që unë s'jam i Ferrarive, do me thonë, unë edhe makinat e shpejta jena, nuk jena shok. Po a i prap, ka qef ka pak më mtut, po jo tash së mguc, tash më lanë qeta dhe vëzit si njëri normal. Kush po menon, kush po menon që, kush po menon që
Gjërat janë shpesh si që duken. Prapa projekteve, minutave në skenë, ka plot gjëra që publiku nuk i di. Mas shumë të qanëve dhe nati, është që njerëzit thojnë nuk knaqe, edhe është e vërtet puna që e bësh, puna që këmdash gjithë me bo, po për një mash stresusen, qëfëse njerëzit, qëfëse një kamena kështë special koncerte mu, Bonartin, Fationin edhe Fatosin, e kish pa që të natë rrugë e banë, e dush mu lut dhe dush mu lut Zotit me të rujt mas pari rrugës, se ti më nësh me kanë perfekt në rrugën tane, kur se den në ato orë, dvonat natës ka 300 km, 700 km, ka ndodhë dhe 1000 km brenda ditës. Tani jo të rrudhët këmisha që kemi veç koncert, tani në pik në ato angër bëk gjeth. Majica është e barë, tani më qkyën pantollat e kam, të dash me dalë në skenë. Tani jo, am rritëm koha, së rritëm koha, po jeni pari, apo jeni dyshti, apo jeni treti. Tani jo njerëzit, tani jo 100 sene janë që t'jepin sikletë dhe ankthë dhe trazim, që është me thonë shpirtit. Do në 2 sene që do më shumë. Kjo është nojze që është edhe... Na në fakt këtë personashin e vitit du të më ndonë 2 copa me Si ja prish emocioni, këtë normalisht du të bëjnë emision të ne, të të në tjerë dhe ju. Zata po me ekne. Ja prish emisionin. It's the best though, don't forget. Ajni për më vetë, Ali, hek ma brata. E në gjithë këtë vorbull të famës, kohë për personale, Një sen shumë i dhëmshëm që e mëson kur vjen fatura e suksesit është që koha për raporte ndërpersonale, domethënë koha për me mendu qartë në aspektin e dashnisë ose në aspektin me i kushtu sa ma shumë kohë familjes, shoqënisë, sa vjen edhe paksohet se s'mundesh me bë dyat. Edhe jam pajtu me këtë fakt, por edhe jam shumë krenar për balansin që e bëj mes punës edhe jetës personale. Po tu balans, do më thonë, edhe ka jeta personale, po më do të mos konaj sen. Se për me po balans, do të me përshu diçka, edhe ka privatja për te familjes o shoqënisë. Saktë, shumë në mënyrë diplomatike ma bën pyetjen dhe të përgjigjem në mënyrë diplomatike. Se Alia po nashtë, sa ne përshëndes Alin. Edhe këtë pjesë është, unë të përshëndet Alin, se tani kë... O kërë, skuzoj një. Gjithë ka diçka ka jeta personale, por unë prapë është viti s'di sa që përgjigj në ashtu në këto vitet e fundit vitit që nuk është hala diçka që më lëviz edhe diçka që unë mëj me thonë kështu me plot gojë që jemi okej. Qëra, ndodhë që fejona në mars, apo ndodhë që martona në dhjetor, ndodhë që jo, bab hala edhe pak, po jemi rrugës. në 2023-ën priteni të papritur nga ylli. Unë në gjithë kom pasha me pas qëtë vëmendje të publikut sa i përket aspektit komercial të muzikës që e bëj, edhe me pas qëtë status që e gëzoj sot, edhe venin tam në industri, që me bu ma nej unë që ka du, ama në gjithë projekt unë që ka du, kështu që fansat e muzikës tam, për krasit e muzikës tam, kanë me qenë shumë të lumtur me mu, unë me kanë edhe të surprizum. Ja vun pikën kësaj interviste me personazhin e vitit 2022, i cili me të njëjtin trend në mos më të shtuar, në 2023-ën do jap shumë muzikës shqiptare. Faleminderit Prive për këtë çmim. Unë mendoj që kanë merituar edhe disa të tjerë, po jo ma keni jap mu. Jo, kërkër se ka merituar më shumë se anë.